bukur është kur të mbështesin ata persona që vërtet e kuptojnë se çdo të thotë të këndosh në Eurovision. Juliana Pasha, Olta Boka dhe Kesi Tola janë tre musketierët që mbështetën fuqishëm El Hajdën dhe një urim nga ato, me siguri është shumë i rëndësishëm për këngëtaren tonë. Suksese! Ja dhe çunat dhe gocat që ndryshe mund t'i quajmë fanatikët e Eurovisionit, të cilët u mblodhën së bashku për shkrepur këtë selfie. Eraldo Reggio, Klevis Saliaj, Andri Gjauer, Malpeci, Kozeta Kurti dhe Kesi Tola, me sa duket po kalojnë një kohë gjatë të këndshme në shoqërinë e njëri tjetrit. Nuk kanë fare problem ta ndajnë me ne gëzimin e tyre. Opa, shkrepeni edhe një foto tjetër. Alketa Vesiu ka bombarduar Instagramin me fotot e saj nga festa e papar për djaloshin e vogël me emrin Lionel. Një festë personalizuar ditëlindje e organizuar nga mami Alketa me shumë dashuri dhe ne vendosëm të shkëputnim këtë foto, duke i uruar Lionelit të vogël të bëhet edhe 100 vjeç. Me që e nisëm me ditëlindje, po e përfundojmë po prap me ditëlindje. Këtë herë bëhet fjalë për Jon Gjebrean, i cili ka marrë një ekstra urim nga babi Arditi me një postim në Instagram. Arditi Gjebrea poshtë fotos ka shkruar Happy birthday my best friend forever. Joni pa diskutim është një djalë me fat. Të kesh shok të ngushtë Arditi Gjebrean, nuk është pak. Me këtë rast po e urojmë edhe ne, edhe 100. Savage është pikërisht ky emri i markës më të re të ideuar nga Bora Kokdima, e cila i ka dhënë të gjithëve mundësinë ta shohin si dizajner. Domethënë, të gjithëve është fjalë e madhe, por le të themi atyre që kanë sadopak mundësinë për të blerë rrobat e saj. Bora pozoi në foto së bashku me Olti Currin, me cilin njihen që në kohën kur Olti punonte në Plus 2 Radio, e cila ka qenë në pronësinë e familjes Kokdima. Hajde, suksese!